Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, gjatë deklaratës para kuvendit të ndalë tek projekt rezoluta për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, ku theksoi se pa mbaruar procesi vlerësimit në mjedis nuk do të ketë pajisje me leje në Zvërnet. Nuk mund të jesh kundër investimit, kundër çdo lloj investimit të huaj, sepse duhet kuptojmë që investimet e huaja janë motori i zhvillimit ekonomik në çdo vend. Të para në këtë këndvështrim, unë mund të them që në amendamentin 17 dhe kjo besoj që do të jetë dhe sqaruese për gjithë. Prandaj u bë dhe votimi me 3 pjesë sepse u votua fjali për fjali. Kishte disa qëndrime. Fjalia e tretë është fjali e gjithë pranuar, për shkak se është në të njëjtën linjë me atë që ka thënë edhe qeveria shqiptare, kryeministri Rama. Pra, përpara se të shkojmë për projektin, duhet të bëjmë një studim të thelluar të ndikimit në mjedis, një proces që është ongoing. Pra, rezoluta, artikulli ose le të themi amendamenti 17 është në zbatim e sipër sepse qeveria e ka thënë prej ditës parë. Nga ana tjetër, Balla reagoi lidhur me vendimin e marrë nga deputetja Mariana Koçeku për të larguar nga kjo forcë politike dhe për të dalë si përfaqësuese e pavarur. Gjatë fjalës së tij, kreu i grupit të PS-s sfidoi deputeten lidhur me mandatin, teksa nënkuptoi se nuk mund të marrë të njëjtat vota pa logon e Partisë Socialiste. Që unë nuk kam një njoftim, që një koleg para të më sjellë me shkrim ose një komunikim deri të premten kam pasur komunikim të ditët javën e kaluar sepse do ishim bashkë në një delegacion bashkë me kolege dhe megjithatë secili ka vendimarrjen e vet. Por të mos harrojmë që ne kemi mandate përfaqësuese. Unë e them shpesh. Të gjithë ne, deputetët e Partisë Socialiste, jemi këtu sepse na kanë votuar votuesit e Partisë Socialiste. Dhe u them shpesh kolegëve më të rinj, edhe atyre që nuk janë deputet, por kanë një mandat përfaqësimi të Partisë Socialiste. Të shkojnë ta provojnë një herë pa grushin dhe trëndafilin si dali. Balla tha se ka një pritshmëri për antarësimin e vendit në BE deri në fund të mandatit aktual të PS, ku theksoi se do të bëjnë çdo gjë për të hyrë në Bashkimin Evropian.